e ku njerëz të juaj pra e akuzonin një tjetrin për vjedhje të votave etj. Shumë e pakëndshme, si proces politik i mbyllur në LDK, i trajtuar me jo vetëm me finesë, por me përgjegjësi të lartë politike, me vetdije të kolegialitetit, vetëm dëshpërim që e kam, e që vazhdoj ta kem, është ka njerëz në kryesinë time, që unë udhëheq, në kryesinë e LDK-s, që megjithatë komunitimet e brendshme nxjerrin jashtë. Me qëllim për ta dëmtuar partinë. Me qëllim për ta dëmtuar partinë. Ndryshe se pra janë anëtar të kryesisë, po ndryshe s'ka dalë. Po tani shqetësoni. E ke fjalën për ata screenshotat? Po edhe për ata unë e marr përgjegjësinë, a dini pse? Sepse këtë kryesi e kam propozuar. Pra këtë kryesi të LDK-s e kam propozuar. Dhe ju akuzoni dikë anëtar të kryesisë që i kanë nxjerr pra nëse më kujtohet reporteri i ka pas po shqetësoni ato mesazhe që mund dalin kur grupi i kryesisë kanë me dal ato. Pra le të jemi qartë, po s'është tema jo, se s'ka pas sekrete në ato asgjë, janë diskutime mbledhje pesoshe me një grup që ka 50 anëtar aty, nuk është sekrete. Pra nuk ka asgjë, po du me thënë që vetdia për të dëmtuar partinë nga brenda këtë dënoj. Po jo unë të ta dënoj politikisht sekretari i LDK-s, se do ta bëj votuesi i LDK-s. Kur të që ndodhë zgjedhjet e ardhshme, ose zgjedhjet e brendshme. Unë kam vetëm konsiderat për njerëz të LDK-s, ju kam ftuar të trajtojnë çështjet në mënyrë të qetë, kam siguruar proces transparent brenda partisë, besa edhe kam sfiduar edhe me zgjedhjet brenda partijake për cilat s'kan marrë mbështetje. Si marrë mbështetje? Po s'kan dashur përbesë, edhe kanë drejtë se s'kan dashur, sepse nuk do të sillte ndonjë ndryshim. Për çfarë situate ke fjalë? Unë pas rezultatit të fundit kam ofruar hapjen e zgjedhjeve të kuvendit të ri në kryesi. Edhe askush s'ka dashur me jo përkundrazi. Pra ata besojnë që ju duhet me vazhdu me përkundrazi. Shkak se kanë lidhur me një nën të statutit LDK-s që lidhen me EPP-n etj. Pra që pas zgjedhjeve nëse partia nuk prodhon, si më thon rezultat kuptimin që se merr zë partia parë ose se merr kryeministrin, pastaj duhet me nuk di që kanë një kryetari duhet me dhënë nuk di që kanë një pavarësisht një interpretim që jo s'ka nevojë s'ka pas nevojë, kemi ofruar, s'kan dashur, se dojnë. Kur do që e kam ofruar çdo ditë, kam thënë, shiqoni nëse ju pëlqen një ditë e bëjmë të nesërmën, pas nesërmën, më pas se cilën ditë nga një e bëjmë. Sepse unë kështu di cilën politikisht, unë e marr përgjegjësinë, nuk kam asnjë ankesë për asnjë anëtar të LDK-s. Majo është ka qenë Abdullah Hoti, ish kryeministri. Shiqoni, gjithë kanë drejtën e tyre të betejës politike brenda LDK-s dhe ja siguroj këtë drejtë dhe i ftoj që të jenë pjesë e betejës sepse kështu na bëjnë më mirë. Por përderisa bëjmë betejë politike, kjo është LDK-ja në thelb. Për ndryshe ata secili prej tyre janë dashamirë të LDK-s, e dojnë LDK-n, duan ta shohin më mirë LDK-n, secili me kapacitetet e veta. Por ne kemi procese të brendshme që janë të organizuara me një kalendar caktuar, edhe aty pres të bën pallafaqimet, nëse kemi interes ta bëjmë një gjë të tillë. Por moralisht, pra si politikan i ri që më referuat, unë kam pasur moralisht të obligueshme që njerëzve të kryesisë t'ia ofroj kuvendin zgjedhor. Pa ma kërku fare. Pra edhe shqetësoni fakti që nuk duhen një gjë të tillë, me siguri shohin ato që po shohin, që ka një rezultat pozitiv, që ka një përmirësim. Po, vetëm se pra ajo që ka mundur të lexohet për jashtë, pra renditja e listës. Për shembull, Doar Sakica është e treta, jo Hikmete Bajrami. Abdullah Hoti është i 13-ti. Pra edhe duke që një situatë që i çojnë njerëz të LDK-s pra hyn në zgjedhje me buzë në vaj kështu. Domethënë se çau ka ndodhur shkak se tash me qenë se përmendëm parasysh se secili prej neve do ta bënte ndryshe. Për shkak të emision kish mujt dikush tjetër me bëu është tamam mirë se ma keq. Edhe një listë të partisë politike mundet secili me pas. Na është vërtet kishëm rendis pak më mirë, kishëm marrë 100.000 vota, po se besoj. Na është apo kishëm i kena posa më përpara, po lani për këto tema sesion kështu. Po ju e dini se çka ka pas si më thon. Shqetësoni. Unë di se ka pas rezultat. Po, mrana LDK-s kjo diskutuar. Jo, preso diskutuar mrana LDK-s, LDK shumë e madhe. Në njerëzit po jo përbes. Mrana kryesisë LDK-s. As mrana strukturave të LDK-s e kishin bën një listë ndryshe ndoshta. Jo përbes. Pra ju besoni që kjo s'është parimore, s'është fare për tem. As ka qenë gjatë fushatës. As, që mund të ketë pas individ caktuar që kanë paknaci. Por thuhet që mrana LDK-s ka qenë fabrikim i pasakt. Po të kishte pas ka që nalë. Që po shtrojmë ndryshe. Tash është një qëtë të sërsej. Jo diskutimi që po. Sepse ma thatë edhe kam për obligim. Edhe Hikmeti, edhe Doarsa, edhe Johona,
edhe Serbeza, edhe Arjeta që janë deputete, sot janë grasë shkëlqyshme, por e keni tërësisht pa drejt renditjen e Duarcës, sepse është renditje treta, po ka dole dyta me votë. Por po të kishë qene pasak kjo renditje, s'kishë dale dyta, kishë dale 15-a, 20-a. Si shka qena i prej 28 që ka ardhë bë deputet, ose vej 35-it, ose prej 7 sa ka qenë djali i Sali Qekajt. Por renditja s'ta të bëz gjë, po kam qenë renditur numër 11 dhe kam dalë me votume prej matë votumve. Nuk është fare renditja. Po hajde për supozojmë që ti këshëm rendit në ashtë ta ma ndryshe, se këshëm marrë 100.000 vota ma shumë, që është po botë kështu tragjike, së është temë, LDK është parti shumë e madhe. Unë i kuptoj pak kënaqësitë individuale, por vendimet dhe përgjegjësinë e kam marrë unë për këtë punë. Nuk ka pas kriter për atë punë. Kam thonë sheqani, nën kryetarët e partisë, ka arsye pse janë nën kryetar. Kanë më rendist. Më pas kryetarët e komunave që po shtim garë, kanë më rendit. Më pas ka marrë kryeministri Hoti, më pas shefi grupit parlamentar. Dhe më pas tjertë. Nuk është bë pas preferencave të mia, po të kishte preferenca të mia, shumë ndryshe do të bëjë lista. Ka pas një kriter. Po këtë tema si jam më se i kalum 300 çështje në ndërkohë, ajo që ka i ftoj secilin është që të jenë sa më kritik, ta bëjmë brenda partisë, ta ruajnë LDK sa më tepër, të përdorin sa më pak argumente të kundërshtarëve tonë politik dhe të gjejnë momentin kur atakojnë një çështje e caktuar brenda partisë, kaq duhet të bëjnë. Por brenda partisë i kanë të hapura gjitha mundësitë. Unë i di këtë çështje sepse i kam pas të hapura vetë. Para se të bësh kryetari i LDK-s kam qenë me një mendim i vetmuar. Dhe kam arritur të bëj shumicën e vete. Secili prej tyre ka këtë mundësi. Por nëse shumica s'vjen mbas teje, ndoshta duhet pak me konsideru si gazetar që përcjell tradicionalisht LDK-n, shumë demokratike është. Demokrat e vërtet. Partia më demokratike, veç problemet që shfaqen qështu, me kanë një status, me kanë një vrejtje, gjithin bo problemi madh për gjithë demokratikë. Zdo të bëhen problemi madh, se zdo të lejë të bëhet problem. Bëhen problem kur do me shy. Juve si gazetar, si kryetar me i menaxhu. Sepse zdo të lejoj. Zdo të lejoj asnjëherë. Po në anën tjetër, edhe me thonë që s'jen probleme, kam përshtypjen që nuk është e saktë. Unë kjo them që probleme, kur thoni problemet LDK-s, s'kan problemet LDK-s. Pa u përfundu zgjedhjet, po dalin antarët kryesisë, po si për shembull si Abdullah Hoti del me kësi qëndrime, kjo duket po. Pak tjetër është pak kënaqësi, po so problemi i LDK-s. Pro LDK është shumë e madhe bre. Shumë e madhe, janë 171.000 vota, janë 40 kusur dek, janë 40 kryesi, ka strukturë, janë 25.000 antarë të regjistruar. Është tjetër çka unë di si duket problemi. Por nëse ka pak kënaqësi duhet trajtohet. Edhe duhet ketë edhe pak kënaqësi, se s'duhet ketë. Shishoni, nuk duhet ketë mendim absolut me një partie politike se sillet rreth kryetarit të partisë. Ose rreth kryesisë. Por unë çka duhet garantoj është që e drejta mendimit të jetë në tavolinë, më pas mendimi i drejtë do të fitojë gjithmonë. Dhe s'ka asgjë tjetër përveç mendimit. As si kryetar sot, as një shkop, ajo që diskutohet, as për zgjidhje probleme, as për ajo që diskutohet ose pse kanë qenë temë është lidhet me zgjedhjet diçka të bëjë. Zgjedhjet lokale. Veç të bëjë një qartë. Leo. Po, reforma LDK do të ndodh. Rezultatet e fundit veç ma kanë konfirmuar një gjë të tillë. LDK-s i kanë dhënë mesazh të qartë. Vazhdo reformën. Duhet të ende reformë. Kur po them reformë, nuk kanë fjalën e përjashtimeve të njerëzve. Kam fjalën e përforcimeve të strukturave tona politike dhe përfaqësimit ton politik me ide të reja, me njerëz të rinj. Nuk do të kthehemi te politika vjetër, këtë po do ta them. Për atë i ballafaqojone. Edhe mbledhet kryesisë që më thon. Shëshoni, me asnjërin për juve nuk kam i pakënaqur. Me asnjë kryetar degë nuk kam i pakënaqur. Kam kërkuar të bime të mëdha, gjithë i kam bë. Super organizim. Gjitha përgjegjësitë i marrën. Betejën politike e keni vetëm me mua. Kush do që pretendon e ka me mua sekretar partie me Lumir Abdixhiun, ato ballafaqohemi. Çështje tjera i trajtojmë brenda partisë, është e juaja, është e jona, është e gjithëve. Ta ruajmë si të tillë. Por kemi kundërshtar mjaft. Kemi jashtë. Se si u bë me një moment që gjitha shigjetat u drejtuan ndaj LDK-s. Nga gjitha partitë, kjo tani më pas është çështje për cilën flen i shejt keqe. Por jo që thënë, e vazhdon tutje të forcon, ecë më shumë. Çfarë ka bëu me kuptua ajo? Që ju po konsideroni si fushat edhe shigjeta drejtë. Që LDK-ja vazhdon të jetë pengesë për shumë kë. Një gjë është e saktë sa i përket paraferimit që pat deputeti Kurti më parë, ne garojmë për votuesin e njëjtë. Pra ne nuk kemi votat të votuesit PDK-s ose të AK-s.
Vota jonë është mes votuesit vetëvendosur. Zatën shumica e njerëzve që votojnë vetëvendosur kanë zgjedhjet parë dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Për fatin tonë të keq. E thonë edhe sondazhet. Ende vazhdojnë të konsiderojnë anej që është zgjidhja, por votuesin real ne e kemi me një tabar politik. Pra e para ka rreziku prej partisë në pushtet. Gara politike mes partive tjera është pothuajse historike, është le të themi ideologjike besa, po edhe është garë legjitime. Secili don të shfrytëzojë momentet e rënda të palës tjetër, por është krijuar një farë bindje që LDK është disi humner e që partitë tjera janë shumë mirë. Apo kuptoni? Ne kemi 18%, 18.4%. Partia tjetër ka 20%. 2% është diferenca. Për njërën është super situatë, për LDK-n katastrofë. Jemi rri 70.000 vota shumë keq. Jemi nakon 12% me koalicion, ne kemi bën 20 deputet, katastrofë. Siç arrihet që gjendja e LDK-s për të rretizohet se e keqe disi, kjo ndoshta për fajin ton që ose s'po dim, ose s'po dojmë që ti kemi edhe zërat tonë në studio televizive që flasin çdo natë për neve. Fakt ato që e kanë thonë, pra këtu komenti kanë bërë njerëz të juj, pra këtu ke edhe publikisht. Po kanë lirin ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe le ta bëjnë. Po se do të thotë që është e vërtetë. Po pse thotë një zë? Jo, ju aty në ju analistëve. Pro, merru me ata, jo me... Jo, një gjë zë ta gjeni të emun, që të merre me njerëz të LDK-s publikisht. A këtë gjë zë ta keni kor. A me analiza më gëllaj? Pa tjetër. Ketë po merren. Jo, vetëm analista, me parti politike, me pushtet, me çka tjetër. Po jo, me njerëz të LDK-s. Sa jam kryetar partie, jo. Kur vjen betejë e brendshme, po pa tjetër. Por tani, unë jam kryetari i gjithëve. Jo, ideja është se, pra, pse ishte, sidomos e rëndësishme kjo pjesë bu përcjell ose me pasë çfarë ndodhin, zgjedhjet lokale. LDK-ja ka pushtet të madh lokal. Pra ka edhe Prishtinën. Edhe sigurisht mënyra se çysh keni me hy në zgjedhjet lokale është e rëndësishme. Unë kam deleguar autorizimet e degët të bëjnë gjitha propozimet. Pra duket se të kanë propozuar Gjilani, Arbër, Ismailin. Unë ende s'kam marrë letrën zyrtare, posh në për media, por degët e kanë autorizimin e plot, Leo, që të përfaqësojnë veten me kandidaturat përkatëse. Do të kenë mbështetjen edhe të qendrës, të kryesisë. Jo, dega ka propozuar Arbrin, pra në kupton që ju do ta konfirmoni? Kryesia do ta konfirmojë. E konfirmon. Po si kryetar partie nuk do të kem opinion kundërshtues ndaj një propozimi që nuk do të keni. Ja. Si jam në gjendjen e 2021-s. Pse nuk garoj luta? Ishte dëshirë e tij, ishte vullneti e tij që caktoi dikë tjetër dhe Arbri është djalë i jashtëzakonshëm. Besoj që para 4 vitesh është folë që Arbri mund të jetë profesionist, Gjilani një shumë mirë. Është vetëm profesionist, është energji e mirë, por unë endes mund të flas për kandidatura sepse duhet konfirmoj kryesisë, çka do të shenë në përmendje deri tani. Po, Gjilani që s'ka pas asnjë vot kundër. Edhe nëse nominohen të gjithë. Edhe nëse nominohen gjithë, duhet vendimi i kryesisë së LDK-s, pra duhet të gjithë anëtarëve, 40 anëtarëve. Unë jam vetëm një vot në kryesi. Vetëm një vot në kryesi. Arbri është në të majtë të lutës. Okej. Prishtinë keni vendosur për Parim Ramën? Për çdo kandidaturë do të vendoset, natyrisht intenca është të mos ndryshojmë kryetarët ku qeverisin.